Kjo është animacioni i neurochirurgjisë, kurse kjo është ambientet e neuroradiologjisë interesante. Kjo është gjergji. Si e limit? Kjo kena ambientin e angiografit, biplani. Më në fund. Më thënë, kjo është kryesorja, Shkërqyshën, pa. por në saj edhe suportit tuaj që ju e dini shumë mirë pjesën e organizimit, arrit mu në parë. Kuadrin e trajtime invazive, kjo është një shërbim i domosdoshëm. Patjetër. Siç e din, mjekësia gjithmonë po shkon drejt mikroinvazivitetit me rezultate sa më të mira, por edhe me diqëndrimi sa më të ulta që ulin edhe kostat. Kishte ardhur koha që të kishim një biplan, e sigurisht që biplani është i domosdoshëm kryesisht për ndërhyrjet neuro, që kemi atë që keni edhe qeveria ka pas dhe ju e keni suportuar shumë për ju, që është DSA dhe trombektomia, që është një procedurë e domosdoshme dhe ka arrit koha që janë pjek kushtet që ne ta zhvillojmë dhe t'ju afrojmë pacientëve tanë. Sigurisht që paji i neuroshkencës është me një strukturë që aktualisht i përmush kushtet për këtë kohë. Më thanë, kemi strokun që e kena kriju që bëhet tromboliza, që bëhet shumë mirë, tash do të kemi trombektomin, kena një bashkëpunim shumë të mirë. Sigurisht që kemi edhe neuroanimacionin me neurokirurgjin që na suportojnë në këtë për çdo lloj komplikacioni, kështu që janë të gjitha një vend që mund të realizohet tash. Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj, ajo qasje që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm një aparatur, sigurisht aparatura duhet, por duhet formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuse, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të SHU europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Kështu që janë për protokollet, është trajnuar stafi, si neuroradiologët intervencionistë të rinj, por edhe ekipi, se janë infermierët, teknikët, gjithë puna bëhet me ekip. Dhe gjithashtu, siç e thatë juve, janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgjia, neurologjia, shërbimi i strok, që janë të tëra në funksionim. Prandaj, besoj që tashi, duke qenë se parku teknologjisë i plotësuar, po ashtu dhe shërbime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi i pacientëve është 360 gradë, është komplet një sistem komplet. Si për patologjitë vaskulare, dhe për diagnostikë, si për patologjitë vaskulare, po dhe ato jo vaskulare. Patjetër. Gjithashtu. Për numër e pacientëve që trajtohen me akselerator, qoftë në radiokirurgji, qoftë radioterapia postoperatore, ishte shumë i domosdoshëm. Sot gama e këtyre trajtimeve është rrit jashtëzakonisht, por kjo aparaturë na bën të mundur që të realizojmë edhe procedura të tjera abdominale. Por në fakt kemi dhe në prokurim, kemi dhe akseleratorin e 4. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë, sepse kjo plotëson parkun, plus dhe disa pajisje të tjera, mikroskop intraoperator, që të plotësohet gjithë parku teknologjik i neurokirurgjisë. Kjo shkon më tepër në trajtimin e smundjeve onkologjike, por gjithsesi është pjesë e parku e politeknologjik të neuroshkencës. Ne kena poshtë rezonancën 3 Tesla, që është rezonanca praktikisht më e mirë në Shqipëri, është vetmja që kemi në territorin shqiptar. Si në çdo vend tjetër europian, nuk është më absolutisht. Të gjitha i kemi në një program të ripërtëritjes së parku teknologjik. Kështu që këto janë parashikuar në projekt buxhetin e afat mesëm 2027-2029.